të zotri Shajla, dhe nëse shkojmë sërish në zgjedhje, ndoshta do të kemi sërish diskutime të tilla se a duhet të certifikohet lista serbe apo jo. Në këtë rast, shembull, kemi dyshime gjithmonë në opsionet e mundshme, pra, sepse nuk ka ndonjë vendim të gjykatës apo diçka e tillë që shembull lista serbe është e instrumentalizuar nga Beogradi, e shumë diskutime të tjera që bëhen në raste të tilla, të cilat janë hapat që duhet të bëhen në mënyrë që lista serbe të mos certifikohet. Dyshime janë të bazuara. Domethënë asune nuk dyshoj pse nuk janë të dirigjuar nga Beogradi. Nga Beogradi, kam edhe bindje 100% që janë dirigjuar nga Beogradi. Jam i bindur 100% që edhe nuk e njohin shtetin e Kosovës. Por ne kemi marrë për obligim, ne kemi marrë detyrim që komunitetet pakicë. Ka rrjedh kjo nga Paku e Ahtisarit? Po sigurisht nga Paku, nga Rambujeja. Nga Rambujeja kemi na i kemi marrë, i kemi garantuar dhe sot sipas ligjërisht dhe sipas kushtetutës jemi shteti që më shumë i ka privilegjuar pakicat kombëtare. Ligjërisht edhe me kushtetutë. Mirë po, tash, sa ne i afrojmë ata me zbatu këto, të ekzistojnë kushtetutën dhe ligjet, kjo bëhet prej neve, që ne jemi shumicë. Prandaj, dyshime, të thomë edhe ato dyshime që kanë qenë mirë, po ne jemi në Evropë. Ne nuk mundëm me dyshime me vendosë. Kur ja bën pyetjen Albin Kurtit në intervistë atje, dy herë i thanë, a është terrorist jo? Tha, kjo po parti politike. Në fakt kryeministri ishte këtu në Kanadë. Ta është parti politike. Domthonë edhe ai vetë nuk e tha se është